nuk kemi ende marrëveshje politike. Unë jam I bindur që për qëndrueshmëri përpara, që nënkupton edhe evitimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, që padyshim, sikurse ato të mëhershme do të ishin të panevojshme, të paarsyeshme, e që besoj edhe të dëmshme për buxhetin e shtetit dhe për ekonominë e vendit, nuk është e mundur ndryshe përveç se pa marrëveshje për çështjen e zgjedhjes së presidentit apo presidentes re. Pra, në kushtet kur ne zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, zgjedhim qeverinë e re të Republikës Kosovës, mirë po, vim sërish tek problemi zgjedhjes së presidentit, kjo është një formulë tashmë e provuar dhe me metodë të njëjtë nuk mund të kemi rezultat tjetër fare, andaj kjo do të shpjente pashmangshëm drejt shpërndarjes së kuvendit. Marrëveshjen politike nuk e kemi ende, pritjet janë të ndryshme, qëndrimet nuk përputhen dhe është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës.